Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Përshëndetje. Zë me Miron Podcast është një platformë që nuk bazohet tek aktualiteti apo tek ngjarjet e ditës. Jo sepse ato nuk më interesojnë, por sepse e vërteta kushton. Para, ekipe, profesionist, kohë dhe burime. Në kushtet e një vetmie profesionale, unë e kam orientuar gazetarin time te historitë e shqiptarëve dhe tek një lloj filozofie jete. Tek një gazetarie ngadalë që bëhet nga një njeri me një kanal në YouTube, siç është Zë me Miron Podcast. Por kjo javë është ndryshe. Mes flamingove, polemikave të zakonshme që ndizen në rrjet dhe një proteste që nuk mban flamuj partie dhe nuk flet në emër të askujt tjetër veç Shqipërisë, pash edhe dëgjova një vajzë nga Mifoli. Duhet jetë 23 vjeçe. Ishte podcasti që doja të bëja këtë javë. Besoj isha e saktë për moshën, një 23 vjeç. Po, 23 vjeç, por mjaftueshëm për ta ditur shumë mirë ku po shkoj. E kishe për në jetë, në përgjithësi, për protestën, për kauzat? Për gjitha. Jo vetëm unë, po besoj që gjithë të rinjtë shqiptarë e dinë shumë mirë ku po shkojnë, e njohin shumë mirë veten, gjendjen në cilën jemi, dhe arsyet pse duan që të ngrenë zërin, sepse unë nuk jam e vetmja që ngrita zërin, pavarësisht se ndodhi ajo që ndodhi. Tani, ne kur folëm bashkë, unë ta shpjegova se si unë gjenda tek video jote dhe ajo më bëri të ndaloj në fakt. Nuk e dija që kishte një protest në Zvërnec. Kisha një informacion të sipërfaqshëm për një rezor që do të bëjë në ishullin e Sazanit, kam bërë dhe ndonjë batut këtu në podcastet e mia. Por duke qenë se nuk kam një platformë që ta ndjek aktualitetin dhe ekipe dhe mjaftueshmëri informacion, unë këtë nuk e kisha. Më je shfaqur ti tek një adresë Vlora Info ditën e shtunë, edhe mbeta aty, fillova të lexoj, të kuptoj dhe të ndjek hap pas hapi protestën. Sepse nuk kishte informacion për protestën. Kjo është shumë e pritshme, pasi çdo televizion neve na ka shmangur. Jo se nuk na ka parë, nuk na ka dhënë vëmendje, na ka shmangur, sepse edhe ata janë produkt i një fluske të madhe manipulimi. Po, unë jam sot këtu për të thënë që fluskat e manipulimit, si çdo flusk tjetër, një ditë qahen. Dhe sot, ata janë puf, dhe ne jemi aty në shesh. Video tona kanë arritur nga 2 milion klikime minimumi. Në platforma, në rrjet. Rrjeti ka qenë mbështetësi ynë kryesor. Jo vetëm imi, sepse mbas kësaj gjës nuk jam vetëm unë. Unë isha një zë që mori protagonizëm. Kjo gjëja organizohet nga njerëz me shpirt të madh, pas një interes, ndryshe nga televizionet të cilat nuk na kanë dhënë asnjë mbështetje. Prandaj unë kam zgjedhur një platformë të tillë, e cila është unike, e veçantë dhe e krijuar në mënyrë individuale, shumë bruto, shumë sinqert. Sepse ne të tillë jemi dhe diçka të tillë do doja për të thënë që hey, jam gjallë ende. Okej, faleminderit, e vlerësoj shumë. Nuk të them të drejtën, nuk më surprizon zhgënjimi i të rinjve si puna jote me median tradicionale. Unë e di se kam 6 vjet që jam me një kanal në YouTube, e di se media tradicionale e ka humbur, është jashtë misionit saj, e ka humbur misionin e saj me kohë, jam shumë e qartë. Jam e qartë edhe për personazhet caktuar të ditës, që në një kuptim kjo protest po heq shumë maska. Është zgjedhje, çdo gjë në jetë është zgjedhje. Edhe zgjedhjet e tyre, edhe zgjedhjet tona. Në fund, do ta shikojmë zgjedhja e kujt do jetë e duhur. Ju jeni përpjekur të kontaktoni me median tradicionale? Absolutisht që po. Okej, dhe nuk keni marrë përgjigje? Jemi refuzuar, ose videot tona janë fshirë për disa minuta. Dhe kjo gjë është një gjë shumë publike. Të gjithë mund ta shohin. Në fakt rrjeti është shumë e vërtet, unë e mësova në rrjet, dhe rrjeti duket që me gjithë efektet e tij anësore ju mbështet. Dhe po e mbështet zërin e kësaj proteste që nisi në Zvërnec. Por me që të kam këtu tani, sa ka që protestohet në Zvërnec? Atëherë, protesta e parë që u mblodhën aq shumë persona ishte ditën në cilën kanë dalë edhe videot. Në Zvërnec janë bërë reportazhe, janë bërë me një grup aktivistësh, ne kemi zhvilluar një pikturë shumë të madhe në rër. Kanë dalë banorët, kanë folur, do me thënë ka pasur aktivizëm,
por nuk ka pasur vëmendje. Prej sa kohësh, kur? Flasim që nga janari i këtij viti. Fjalë thashë theme ka prej 2 vitesh. Por këtu është problemi sepse mungon transparenca. Po të kishte transparencë për çdo gjë që ndodh, ne nuk do të ishim atje. Brunela, Po. pra më ri këtu. Ju jeni kundër investimit atje apo kundër mënyrës se si po bëhet investimi? Atëherë, unë personalisht jam tërësisht kundër investimit gabuar në natyrë. Është e vetmja gjë, i vetmi burim që Shqipëria ka, që po e marrin dhe po e shkërmoqin, që ne të ngelemi pa asgjë. Po unë nuk e lejoj dot këtë, domethënë, karakteri im nuk e pranon dot këtë, siç e kam thënë atje dhe dinjiteti im nuk e pranon dot këtë. Atje veçanërisht atje është tokë e mbrojtur, është zonë e mbrojtur. Janë duna mijëra vjeçare dhe ata kanë shkatruar për një ditë duna që ndërtohen për 1000 vite. Dhe kur them ata që kanë dhënë lejen që kjo gjë të ndodhë. Okej, sa aty nuk ka nisur punima. Që flasim. Absolutisht që aty ka lëvizje, ka gardhe, gjëmbat u hoqën si pasojë e protestës së dytë që ndodhi në Zvërnec. Kjo gjë ndodhi vetëm sepse ata pan një aktivizëm të madh. Jo sepse ndjen përgjegjësinë për të mbrojtur zonën e mbrojtur. Çuditërisht po patjetër, janë në paradoks me veten. Kjo është edhe fuqia e protestave dhe fuqia e aktivistëve. Ti je një aktiviste prej disa vitesh. Aktiviste nuk do ta quaja veten. Aktivist do quaja dhe gjej mundësinë që të quaj gjithë ata njerëz që janë çdo ditë aty me pankarta, me gjëra të pikturuara në mënyrë madhështore, me ide të shkëlqyera, me zë diturie, jo thjesht zë që bërtet, se zëri im mund të ketë qenë zë nga shpirti, zë revolte i zemre, po zëri i tyre duhet dëgjuar gjithashtu sepse flasin me një bagazh të madh nga pas, dhe ata dua t'i falenderoj veçanërisht sot që janë në këtë gjë. A keni ju një përfaqësi, një bord, është dikush që ju mbledh, ju organizon, që shpërndan pankartat, apo gjithçka është në mënyrë spontane? A keni ju një organizator, ka një kokë tek ju? Po mira, quhet adhetarizëm. Edhe është se prekëm, po është hera e parë që unë po e ndjej te të tjerët që ekziston. Dhe që ne jemi bashkë si të rinj dhe themi pa prit pak se është imi ky vendi dhe unë nuk dua të them mirëmëngjes italisht, anglisht apo çfarë lloj gjuhë tjetër. Nga e more vesh ti historinë e Zvërnecit dhe si vendose të shkosh aty dhe të protestosh? Unë jam nga Mifoli. Okej. Janë të rrethuara 3 plazhe. 3 plazhe në të cilat ne jemi rritur, siç unë kam thënë. Atëherë, këto 3 vende mua më dhimbsen të asqarojmë një herë mirë të gjithë shqiptarëve të gjejmë mundësinë, jo sepse kanë toka, jo sepse të gjitha ato mendësitë e tjera që as nuk ja vlen ti përmend. Unë dola atje se kam zemër akoma dhe kam sedër akoma. Unë dola atje sepse unë atje kam mësuar notin. Unë dola atje sepse ku do shkoj unë me familjen time, nëse dhe ajo bëhet private. Sepse çdo cep i Vlorës është privatizuar. Dhe kjo është shumë e rëndë që vlonjatët të mos bëjnë dot plazh në detin e tyre. Ka ardhur pika që t'u themi njerëzve, shiko se unë jam nga Vlora, po det nuk shoh me sy. Po pse? Po deti nuk është as i peshkve, as i peshkatarve, është i pushtetarve. Dhe kjo nuk është një përgjigje që unë dua ta jap. Doja të dija si organizuat, si nisi protesta. Ka qenë një organizatë mjedisore, ata ngritën alarmin. Zonë e mbrojtur që po ndërtohet. Pati një, domethënë, unë nga që njihja vetëm pak persona aty, domethënë shumë rrethe shoqërore, shumë, prandaj them është një gjë shumë e brishtë, se njerëzit mendojnë se jemi ngritur. Jeni kandisur nga serbët, grekët dhe... është qesharake, domethënë është qesharake që këta njerëz nuk kuptojnë dot që mund të fillojë gjëja edhe nga e mira.
Në fakt, më lejo të të them, për nga përvoja, eksperienca, unë jam ja 6 vjetë më e madhe se mami jotë. Mami diskutuam. Mami është 40 vjeç, unë jam 46. Nga përvoja si gazetare, përgjithsisht protestat qytetare dhe protestat e bukura, gjithmonë helmohen me teori konspirative. Ja ku janë, dhe po u them që nuk kanë Prandaj të kam ftuar që ta kuptoj më shumë më të vogël të shkatrojnë këtë gjë të bukur që ne si rini kemi ngritur dhe jemi atje çdo ditë. Ata janë mësuar të shkatrojnë çdo gjë që nuk flet. Kur thua ata, ke Të gjithë, Mira. Okay. Të gjithë, Mira, sepse të gjithë duan ta hanë një luk kur bëhet deti kos. Detin e kripur e kanë ngrënë vetëm vlonjatët. Vlonjatëve deti u ka dhënë dhe u ka marrë jetë. Nuk vjen dot askush nga asnjë lloj përfitimi apo përfaqësie që të thot çau. Se nuk ka ndodhur, kemi mbijetuar si vend. Na kanë coptuar, po kemi mbijetuar si vend. Ju zhvendosët nga Zvërneci në Tiranë. Dhe ka disa ditë që bulevardi po mbushet me shqiptarë të zakonshëm, cilët nuk janë nga Vlora të gjithë. Vërtet nuk e prona, por nuk e nga Vlora. Jo të gjithë ndoshta shkojnë për t'u larë tek ai det. Por njerëzit po ju bashkohen, po i bashkohen kësaj proteste. Pse mendon? E po vinë vetëm për Zvërnecin mendon? Ja, atëherë. Të dielën unë po ecja në rrugë. Dhe për shkak të kësaj ngarkese të madhe emocionale mendore që unë kam marrë, thjesht isha duke ecur dhe miqtë e mi më thoshin që jem tuje. Dhe vetëm kur shoh një turm që afrohet në Tiranë. Po, absolutisht, dhe u dridhem kur e kujtoj, jam ulur në tokë dhe kam qarë, Mira. Sepse thash, pas ka sedrur pas ka gjak akoma, pas ka njerëzit, pas ka dashuri për këtë vendin akoma, pas ka dashuri për njëri tjetrin. Dhe kjo po i mbledh njerëzit. Fakti që po kuptojnë se adetarizmi nis nga gjërat e vogla, protesta nis nga gjërat e vogla. Edhe jam shumë e lumtur, kam zemrën mal, nuk e shpjegoj dot. Unë e thash në fillim që kjo është një protest nga ajo që shohim deri më tani. Është një protest pa flamuj partie, që ka në qendër Shqipërinë dhe që duket sikur njerëzit po ankorojnë të gjithë mërzinë e tyre me padrejtësi të ndryshme. Jo vetëm me një ishull, jo vetëm me një tokë ku ata krenohen. Nuk e di nëse edhe ti mendon që sa më shumë e shtyp diçka të mirë, aq më shumë të kthehet në bumerang. Media tradicionale apo pushteti apo politika e të gjitha poleve, të gjitha kaheve, në një kuptim e ka ndihmuar këtë protestë dhe këtë kaos, sepse njerëzit edhe nga ky mllef po dalin, po ju bashkohen. Mira. Është revolta e heshtjes. E thash edhe më parë që janë mësuar t'i vrasin gjërat që nuk flasin. Ta vrasin natyrën, t'i vrasin kafshët. Edhe ne. E kishte shkruar në story këtë. Po, edhe ne nëse e mbajmë gojën mbyllur. Ideja është që ne nuk jemi naiv që po dalim protest. Unë e di shumë mirë që këto toka mund t'jenë shitur para se të kem lindur unë. Mund t'jem edhe sigurt për këtë. Po kjo nuk do me thënë që unë do rri urt. Po kjo nuk do me thënë që do them merri. Po kjo nuk do me thënë që do them hajde te oborri. Dhe jam shumë e lumtur që njerëzit u ngritën pa ju ardhur te oborri. Pa ju ardhur te pragu. Sepse kjo tregon një qytetari të jashtëzakonshme dhe unë i falenderoj pa mas të gjithë, pa përjashtim. Dhe tregon një shpirt bukur, tregon qytetari, tregon që ajo protest, Mira, ka rrëzuar një pjesë të shoqërisë që e konsideron veten elitare, po është bosh. Po, sido që të shkojë kjo protest, nuk e di se si do t'jetë fundi, asnjë nga ne nuk e di. Një gjë është e sigurt që ka nxjerrë lakuriq shumë media tradicionale, shumë personazhe të cilët, siç e thash, janë maskuar vazhdimisht mirë. Janë disa fenomene që duket se po marrin fund.
protesta po sjell, po e nxjerr nga moda jargavitjen ndaj pushteteve dhe po i bashkon dhe po i ndërgjegjëson njerëzit. Kjo është pak po e sigurt dhe sido që të shkoj, unë kam përshtypjen që kjo protestë ka treguar që në këtë vend ka popull. Po duhet dim për çfarë dalin dhe për këtë dalin. Pra, thelbi. Në njëherë mjafton një shkëndi. Një shkëndi. Thelbi ky është që po dalin për natyrën, po dalin për një zonë mbrojtur, po dalin për mungesë transparence tërësore. Okej, po nëse janë transparente dhe ai është një investim që nuk e prek, mund të jetë ata mund të reflektojnë për investimin dhe nuk preket zona e mbrojtur dhe mund të jetë diku aty pranë. Ku aty pranë? Ku? Ajo është e gjitha një zonë magjike e paprekur. Ku aty pranë? Aty ku thoshte Ivanka Trump në një intervistë që e pash në Instagram, e kanë rishfaqur sepse po flitet edhe në median amerikane. Ajo e shpjegonte si ishte afruar me notë rastësisht me miqtë e vet dhe kishte parë një ishull, një perlë të natyrës, një ishull pa zot. Mira, po ata janë pak më të mëdhenj. Edhe kur je pak më i madh, merr për kot. Po problemi është që Ivanka mund të ketë parë ishullin, po s'ka parë shqiptarët. Nuk janë shqiptarët nga ata që ta lën tokën se e pe. Nuk janë shqiptarët nga ata që t'i lën gjërat se i pe. Kryeministri Rama nga ana tjetër ka thënë se kompania ka patur konsultima me palët e interesuara, me aktivistët, me organizatat. A ka patur konsultime? Ke ti dieni që t'jetë konsultuar me grupet interesit, me banorët, me aktivistët, me organizatat? Mira, kam përshtypjen se kjo është hipotezë, është hamendësim, që i vetmi grup me cilin është konsultuar është grupi i PR-it. Çfarë i thon shqip, se më vjen keq që e thash fjalë anglisht. Public relations, raporte me publikun, një marketing i mirë, me një komunikim i mirë me publikun. Të shkoj të paketohet mirë, të shkoj diçka tek publiku. Kaq. Pra konsultimet kanë qenë vetëm në nivel PR-i dhe jo me njerëzit. Kaq. Ku doni të shkoni? Çfarë do të ishte sukses në këtë histori? Ja, kjo është shumë e bukur. Ku doni të shkojmë? Ne nuk duam të shkojmë. Ne duam të rrim. Ne duam të rrim. Kush do të shkojë? Ku doni të mbrini me këtë kaos? Cila do të ishte një fitore e madhe dhe një fitore e vogël? Drejtësi, absolute fillimisht për Zvërnecin, për Pishporën, për Hidrovorin, për Dalanin. Kjo është e para, ky është thelbi, kjo është ajo nga nisëm. Drejtësi për Rjollin. Drejtësi për çdo cep toke, të cilin duan ta pushtojnë, se kjo është vjedhje. Drejtësi për malet. Nuk ka prek do të malet shqiptarve. Ka besim të palëkundur tek ju që do t'i sprapsni këto projekte? Ne kemi besim të vetja dhe kemi besim të njëri tjetri, na mjafton. Dhe po patëm këtë, të gjithë do na bashkohen, se nuk kanë çfarë bëjnë. Kush rrin kafe është i tallur. Si mund t'jesh i ri dhe të rish në kafe, ndërkohë që të gjithë janë protest? Çfarë ke këtu brenda? Se mua më shqetëson shumë. Nuk i jap dot shpjegim. Racionalisht mund t'i jap një shpjegim, po më vret, më neverit. Çfarë do t'i thoje sot një të riu që është në kafe dhe nuk vjen në protest? Apo një shqiptari të zakonshëm, nuk është e thënë vetëm i ri, një shqiptari. Dashuria nuk mësohet, mira dhe unë nuk jam mësoj dot. Besimi nuk mësohet dhe unë nuk jam mësoj dot. Por shembulli është mjaftueshëm. Dhe më besoj që masa që rrinë në kafe janë nga këta njerëzit që ndikohen rënd nga shembulli. Dhe nëse shembulli është i mirë dhe është kështu dhe do të vazhdoj kështu, atëherë ti do bëhesh pak hic. Se di, ne në përgjithësi se njerëzit duan të duken mirë. Edhe kjo protest dita ditës i kompleksoi VIP-t, VIP-at dhe personazhet publik dhe njerëzit e skenës publike në një kuptim. Disa duhet ta kenë shumë të sinqert, nuk e vënë në dyshim, disa ndoshta dhe se u intimiduan, u kompleksuan nga ajo që po ndodhte në bulevard dhe nga mesazhet që njerëzit shkruan.
Kështu që unë e konsideroj këtë se të pyeta për fitoret e mëdha dhe fitoret e vogla. Kjo madje për mua është fitore e madhe që ta kthesh protestën në një lloj mode, pra që ti të mos rreshtohesh, po të dalësh aty dhe të jesh një njeri i lirë dhe që ke disa ideale dhe që e do atë dheun tënd, sepse gjithë bota është ndërtuar për tokë territore. Ndër shekuj është luftuar për tokën, kështu që toka është një arsye e madhe për të luftuar se është pjesë e dinjitetit asaj që ti thua. Nuk e di, do uleshit ju në diskutime, në negociata? Me kompaninë, me kryeministrin, me këtë duash ti, me ata që thua ti me ata? Bukur kjo. Ne ullur në shesh ishim brëm, mund vinë. Nëse vinë, i prisni? Ta shohim. Ta shohim. Kam prap hamencimin që kanë pak fare morën ca nuanca lepurit gjithë. Se ofendoj lepurin ndjes. I morën disa, i morën. Të gjithë. Ata që na duan të tavolinat e tyre dhe jo të sheshet tona. Është e kuptueshme që dhe ta merr mendja që ndjehesh mirë kur ndjehesh i kuptuar dhe i përqafuar nga shoqëria. Pra ku shoqëria të mbështet, sepse ne ka disa vite dhe me thënë të drejtën ky është një rikthim i besimit te protesta dhe te shqiptarët dhe te vetja jonë dhe te njëri tjetri. Se ne ka shumë vite që e them këtë me bindje që jemi nënshtruar devizës që ne jemi të dorëzuar dhe ne këta jemi. Prandaj është e bukur kjo. Edhe unë prandaj jam e lumtur. Sepse këto janë biseda që të gjithë thonë a mos ashtu është. Dhe të rinë, se unë du të flasë për brezin tënë. Patjetër. Ashtu bëhet këtu. Po qa do bëjmë? Po iko nga ky vend. Shumë e dhimbshme. Shumë e rëndë, ti thot prindi fëmijës, ik. Kush i shkruan pankartat? Oh, gjithë. Të gjithë. Edhe janë aq të bukura, aq për të qeshur, aq ironike, aq sarkastike. Një mrekulli janë. Të shkon shumë protestusja. Është shumë lim njeriu protestues apo e mëson protestën? Tani unë kemi shprehjen e kështu ka ardhur që e vogël. Po ideja është që unë e kam thënë që shumë herët. Nuk bën dot protest nëse nuk kundërshton mamin tënd. Nëse nuk ke fuqi të kundërshtosh nënën tënde, merakun e nënës tënde, ti nuk ke fuqi të bësh protest. Petro Marko, një njeri i jashtëzakonshëm, thot se nuk dua ta shpreh gabim. Penën e tij po thot, në këtë botë njeriu po sheh drejt është i guximshëm. Dhe unë uroj që të gjithë ta kuptojnë këtë. Edhe uroj që ta kuptojnë që protesta nis te familja, nis atje ku ulesh, nis atje ku punon, edhe nis pastaj në sheshe. Çfarë janë prindrit e tu? Njerëz thjesht si unë. Të gjithë bashk. Njerëz thjesht si masa e shqiptarëve. Okej, e marr me mend këtë, po. Babi është peshkatar, ndërsa mami ka të fermën e saj të vogël, të bukur dhe të lodhshme. Që bën? Produktet e zakonshme. Mami bën djath. Po. E të tjerë të i bë kështu marketing reklam. Bëj si ka emrin djati mamit, tjetër bëj. Po si jemi kështu me marka në mirë, këtë është problemi, se nuk se këtë pretendoj njerëzit. Nuk e keni parë si një mundësi për t'u ashtitur djatin amerikanëve. Po ne jemi njerëz të drejtë, po s'ka shanse, po nuk bëhet blonjati shërbëtor, nuk ka shanse. Shiko, je kundër investimeve në përgjithësi? Se unë jam shumë dakord për atë që thua, po në atë zonë nuk duhet investuar, pikë. Okej. Përderisa ti nuk e lën të investojë deri në këtë moment sepse është një zonë e mbrojtur dhe e mbrojtja me ligj, nuk e se si ndryshon ligjin dhe papritur të thuash do investoj. Kjo është manipulim. Askush nuk e ha propagandën me lugë më. Mjaft. Për sa i përket investimeve në tërësi, zhvillimi është pjesë e njerëzimit. Nuk e kam thënë unë, nuk jam unë ndonjë gjë e zgjuar që po e them, është e pranueshme. Zhvillohen zonat, por në një mënyrë të pranueshme. Dhe arkitektura e sotshme që po i ndodh këtij vendi nuk është pro njeriut. Nuk është me njeriu, nuk është për njeriu. Është për paran, është vetëm në funksion të paras. Si kanë qenë këto ditë për ty? Mes famës, videos, viralitetit tënd, disa të vërtetave që i dim, po kur i provojmë në lëkurë është tjetër gjë. Mira, unë që kur mbaj mend veten nuk kam shkruar.
ajo faqja ka ku di unë sa vite. Dhe pa pritur, unë mora një vrull vëmendjeje. Dhe unë thash me vete, ore, duhet të bërtasësh në këtë vend që nuk mjafton të shkruash. Ti nuk bërtite, ti fole. Tani po të kërkojnë për intervista shu? Të thash, të kam zgjedhur. E kuptova, faleminderit që më ke zgjedhur. Më duket se dhe e ka merituar pak. Po të lutem, se ju jeni pak Shika. Mirë. Ti e di që unë të kam ndjekur prej vitesh. Po, unë e mësova kur të shkrova në Instagram, se unë nuk e dija, kisha dërguar vetëm një like, një zemër atij mesazhit tënd të ngrohtë në 2022-shin. Kanë qenë vitet, sezonet e mia të para në YouTube, edhe unë thjesht e provova me vajzën nga mi foli. Thash, doja në fakt t'i jepja zë një triu që proteston, dhe proteston kështu bukur. Për këtë bijem dakord të gjithë palët. Asnjë nuk thotë që po protestoni keq. E ke vëre? Të gjithë mendojnë që po protestoni bukur. Kështu që aty e kuptova që kishe një lloj ndjekje me podcastin, kështu që më vjen shumë mirë që më ke zgjedhur, jo sepse për mua është një mesazh i mirë nga të rinjt. Është një platformë që duket se nuk ka gjërat duken. Sot nuk mund të fshihesh pas gishtit. Janë më të bukura kështu mirë. Po. Janë më të bukura dhe më të vlerësuara. Po, edhe unë disa gjëra i kam ndërtuar me eksperiencën, njeriu mëson edhe nga rrësimet e veta. Edhe unë këto javë kam mësuar shumë. Leksioni më i madh. Nuk është ajo që thashe Petro Markos, që duhet t'jesh i drejtë, duhet t'jesh i guximshëm. Ka harxh nga pas, po është e mrekullueshme. Bëhet Shqipëria? Bëhet ky vend? Dikush komentonte në postimet e mia, në shkrimet e mia, që Shqipëria nuk bëhet. Edhe unë kam mbajtur një kështu të gjatë, të jashtëzakonshme që pse. Dhe gjatë gjithë kohës i drejtohesha pse. Se të nduar se pse nuk bëhet. Se ti nuk do pra. Se po të duash, si bëhet Shqipëria. Se Shqipëria është, nuk ka nevojë të bëhet, do bëhemi ne, kupton se Shqipëria këtu ka qenë. Duhet të bëhemi ne. Shiko, se kam dhe një kuriozitet, kam shumë pikpyetje, kam shumë pyetje në fakt, po, se ne na jepen disa gjëra si të gatshme në online, se rrjeti është i mirë, sepse na jep të gjithë dhe mundësinë të luajmë veten tonë dhe të kemi zërin tonë, po ndonjëherë dhe mund të keq kuptohesh, dhe unë asnjëherë nuk e kam kuptuar cili është rezorti, si do jetë rezorti, cili është hoteli që do të vi, do të jetë Amani, Mandarin, nuk e di çfarë emrash, a e di ndonjë se cili është emri, cili është hoteli, cili është brendi? Okej. As ju nuk e dini. Ky është problemi, që po të ndodh diçka që ti nuk e di. Ai vjen mirë njeriu ti ketë sy të mbyllur e ti vi një kthetur. Kjo është e njëjta gjë. Duhet jetë, prandaj them duhet jetë. Dhe prandaj them nuk më bën përshtypje se unë dola atje dhe thash unë maksimumi nëse ne arrim të kapim 1000 njerëz që do shohin këtë video, ne jemi të parët. Sa mi jeni bërë? Miliona. Okej. Miliona. Jo, e kisha në shesh. Nuk i numëroj dot. Okej. Flasim 10.000, nuk e di. Çfarë ju thonë? I takon njerëzit në bulevard? Bisedon me ta? Ky është problemi im, që unë kam shkuar kështu si... Edhe kur më njohin, vjen shumë turp. Nuk kam pasur kështu shumë biseda nga me turpin? Me ndrojën se turpi është mirë të kemi turp. Kush ka turp ka seder. Po. Turpi është nevojsh. Se po të kishin turp, ata... Po të kishin turp, ata nuk do bëni këto që bëjnë. Turpi është nevojsh. Çfarë punë bën ti dhe çfarë shkolle ke bërë ti? Unë kam bërë inxhinieri, që s'ka lidhje fare me temën. Me oratorinë tënde? Po. Kam bërë inxhinieri dhe punoj në një kompani gjermane. Me çfarë merresh aty? Me panele diellore. Ti punon 8-4? Ajo puna e zakonshme tetorare, e cila është bërë këto ditë akoma me çuditshme nga çfarë mund ta kesh gjatë gjithë ditës këto, sepse ti shkon edhe je kështu
Po ti qa do këtu? Tani të duket e çuditshme dhe e mërzitshme puna jote. Ma thonë, se unë jam njeri me shumë këmbëtokë, po ma thonë kolegët, ma thonë miqt janë, edhe ata kanë qenë shumë mbështetës, edhe kur ti ke shkruar, kemi qenë gjithë bashkë aty dhe bëjmë atë shakan e gjeneratës, u gëzum familjarisht. Që do dilje te Zë më mirë podcast. Ishim të, domethënë, edhe ti ke një mbështetje shumë të madhe nga Rinia dhe një vlerësim shumë të madhe nga Rinia. Faleminderit shumë. Unë bëj vetëm një podcast të premteve. Do vazhdoni në bulevard deri Absolutisht po. Deri pa. Sot jemi me Roz. Ke një gjë të bukur atë. Me mua? Po, në fakt është një mesazh, e kam veshur qëllimisht të bluzën sot. E kam për gjithë gocat e reja, si puna jote, si Brunella. I see you, I love you. Edhe unë i përshëndes gjitha shumë, kudo që më kanë shkruar nga çdo lloj vendi, është një mrekulli që i lexoj, që arrit të kem komunikim me njerëz që kanë të njëjtën energji. Ju falenderoj realisht kështu në këtë dalje që me të cilën gjithashtu po u themi njerëzve që jemi gjallë për të disatën e ka patur lajme mua më vinë linqe nga çdo lloj platforme. Okej. Gjatë gjithë kohës. A është mirë kjo vajza? Ku është? Në protest ja. Ku është sot e Galica e Vlorës? Në protest. Sot, nesër, pas nesër. Okej. Të jesh gjithmonë mirë edhe gjithmonë me këtë zjarrin në gjy dhe me këtë vëmendjen që nuk shkoj mendja që do lexoj edhe këtë mesazhin, po unë e thash ta kem një herë. Të jetë aty, njeriu i bën disa gjëra edhe për veten e vet. Sidomos për veten e vet, patjetër. Shumë faleminderit, ju uroj shumë suksese me këtë rrugë që keni nisur. Unë e thash pak edhe në fillim edhe gjatë bisedës tonë që kjo është një protestë që pavarësisht asaj që do të arrijë, përtej mundësive që do të ketë, pavarësisht se ku do të mbri, një gjë të mirë e ka bërë që i ka nxjerrë disa të vërteta në shesh edhe disa gjëra lakuriq. Po, thash jemi rritur me dashurim për traditën, për Shqipen, për tokën. Edhe jam e bindur që kështu janë rritur edhe shumë të tjerë. Edhe kjo është fitoria ime që mësova me fakte, me sytë e mi, që kështu janë rritur edhe shumë të tjerë. Shumë faleminderit Brunella Mërtiri. Shumë faleminderit. Edhe do të vazhdoj të ndjek. Edhe unë të gjithmonë. Patjetër.